Në spitalin 8 shtatori në Shkup sot u promovua një dhomë kuruese me presion të lartë të ajrit, e cila pritet të vihet në funksion së shpejti për pacientët me plagë nga djegjet, me plagë kronike dhe plagë që shërohen me vështirësi nga diabeti, por edhe të sëmurët të tjerë që i mungonte mjekësisë publike. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se ky projekt është fryt i bashkëpunimit të sektorit privat dhe publik. Neve besojmë thellë se institucionet shtetërore bashkë me institucionet private japin një boost për inovim dhe inovacion dhe teknologji në shëndetësi. Pra urojmë që edhe në të ardhmen këto bashkëpunimet të jenë më të frytshme. Ne si ministri bëm që në webfaqen tonë të ketë në mënyrë transparente të gjithë kompanitë të jenë brenda, me qëllim që pastaj më tej të përforcojmë këtë lidhje ndërmjet sektorit privat dhe publik. Kjo dhomë hiperbarike e vendosur në repartin e terapisë fizikale dhe të rehabilitimit në Spitalin e Përgjithshëm 8 shtatori në Shkup, autoritetet thanë se është donacion nga kompania Zegin. Projekti i dhomës hiperbarike ka qenë një projekt në të cilin është punuar për 5 muaj, tha drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të qytetit 8 shtatori, Sinisha Stojkovski. No isto така и сегментите на болницата како што се пластична хирургија, пулмологија, сегментите кои што работат на зајакнување на имунитетот во болницата и не само пациенти, туку и здрави спортисти, кои што понатаму во идните проекти кои што ги планираме ќе бидат вклучени преку користење на услугите на хипербарната комора за зајакнување на своите спортски перформанси. Kujtojmë që në institucionet shëndetësore publike akoma nuk ka repart të specializuar për trajtimin e pacientëve me plagë të djegjeve nga zjarri. Reparti që ishte në Spitalin e Qytetit Shën Klimenti i Ohrit prej kohësh mbetet jashtë funksionit.